moshën 23 vjeç dhe tash është 25 vjeç. Pra, dikur deri në 23 vjeç ke mundur të jesh ushtar në FSK. Mirë po tash është 25 vjeç. Andaj unë ju ftoj, djem e vajza 3, që jeni të interesuar. Djem e vajza 3, që janë të interesuar të kyshën në ushtrin tonë. Me njëherë bëjeni këtë. Nuk është më kufiri 23 vjeç, është 25 vjeç. I kemi rreth 300 vajza e gra në ushtri, synimi ynë është që në mandatin e ardhshëm t'i kemi rreth 1000. Pra 1000 ushtarake në forcën e sigurisë Kosovës deri në fund të mandatit të ardhshëm. Përveç kësaj, do ta kemi edhe programin e rezervës vullnetare. Të gjithë ju që vullnetarisht dëshironi të bëheni rezervist, do ta keni armën tuaj, po jo të shtëpia, po në kazerën FSK-s. Në kazerën FSK-s do ta dini secili prej jush që doni të bëheni rezervist vullnetar, te kush dhe ku e keni armën tuaj në rast të rrezikut për shtetin tonë. Rezerva vullnetare është pjesë e rëndësishme e mbrojtjes tonë shtetërore. E të nderuar pjesëmarrës të këtij tubimi madhështor në këtë sallë që mban emrin e dëshmorit të kombit Jeton Trstena, më lejoni t'ju tregoj se çfarë kemi bërë edhe sa i përket vushtrisë në këtë mandatin tonë. Projekti rrugës R220 nga ura e Sitnicës deri te Llamkosi në vlerë prej afër 640.000 euro, i gjithë financimi bëhet nga Ministria e Mjedisit, Planifikimit, Hapësinor dhe Infrastrukturës, është tashmë në vushtri që na bën të gjithëve krenar, po njëkohësisht edhe rrit qasjen për qarkullim e mundësi të reja për qytetarët këtu. Pastaj, kemi projekte në cilat ka investuar edhe komuna, për shembull projekti rrugës Akrashtis-Balins, në vlerë totale prej 938.000 euro, ku qeveria ka investuar 82% të kësaj shume. Ose projektin e rrugës që lidh Dumnicën e Ulët me Dumnicën e Epër, vlera totale është dikun rreth 1.3 milion euro, edhe njëherë qeveria e ka investuar pjesën më të madhe, apo 73% të kësaj shumi. Pastaj, projekti rrugës Dëshmorët e Kombit, në vlerë totale prej afër 644.000 euro, sërish financimi në tërësi i Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor edhe Infrastrukturës. Ose asfaltimi i rrugës Drenica në Vushtri, vlera totale afër 609.000 euro, përsëri komplet qeveria e Republikës së Kosovës. Ose financimi për asfaltimin e rrugëve Slakos-Nadakoc edhe Pantin-Ashlan në tërësi financim i qeverisë Republikës Kosovës. Ose rindërtimi i segmentit rrugor Druar-Pestov, aneksi par, vlera totale e projektit 344.400 euro, prej tyre qeveria ka investuar 58%, pjesën tjetër komuna e Vushtrisë. Në përgjithësi në këto 4 vjetë, 700 km rrugë të asfaltuar i kemi shtruar anë mban Kosovës dhe 807 km janë në ndërtim e sipër, më shumë se 50% e këtyre afër përfundimit e 100 km janë në veriun e Kosovës. Po ashtu, në Vushtri, spitali i Vushtrisë është planifikuar që të shndrohet në qendër referente për ndërhyrje në kirurgjin minimalisht invazive. Për këtë qëllim, SHSKUK-ja ka planifikuar blerjen e aparaturave të nevojshme mjekësore. Gjithashtu në planifikim janë edhe ndërhyrjet infrastrukturore, të cilët do të realizohen bashk nëpërmjet mbështetjes
Emirateve të Bashkuara Arabe, investimi përfshin zgjerimin dhe adaptimin e hapësirave ekzistuese, vlera e investimit do të jetë 6.5 milion euro. Ndërkaq, sa i përket arsimit, po i theksoj 2, në njërën anë ndërtimi i sallave të sportit për shkollat e Vushtrisë dhe në anën tjetër inventarizimi i shkollave në qytet, i shkollës Lutfi Musiqi dhe i asaj Migjeni në Stanoc, gjithsej mbi 500.000 euro. Pra ne duam Vushtrin dhe dashurin tonë e tregojmë edhe me bugjetimin për projekte të ndryshme infrastrukturore, shëndetësore dhe arsimore. Tash po i përmendit disa prej projekteve të reja të cilat do t'i bëjmë në Vushtri. Është ndërtimi i rreth rrotullimit të ri në magjistralen Prishtinë-Mitrovic pranë lagjes Cakaj. Ky projekt e lehtëson qasjen e lagjes në 3 fshatra të Dumnicës, duke rritur sigurinë dhe duke zgjidhur fluksin e lartë të trafikut. Pastaj do ta rregullojmë rrugën nga ish fabrika e llamarinës deri në Mitrovic. Ky është projekt që i lidh fshatrat e Ortakollit me Mitrovicën dhe lehtëson trafikun në rrugën kryesore Prishtinë-Mitrovic. Më tutje, do të bëjmë kompenzimin e dëmeve të bujqve për vitin 2023. Ky është një premtim që e kemi bërë dhe i prek shumë familje, shumë fermer. Kështu japim mbështetje në rimëkëmbjen e fermave dhe bujqësisë në përgjithësi pas dëmeve nga vërshimet. E do të vazhdojmë të mbështesim intensivisht zhvillimin e bujqësisë të në Vushtri, e ju e dini se për 1 hektar me drithra subvencionojmë 474 euro, ndërkaq për 1 hektar me perime, që është edhe më tipike në Vushtri, 600 euro për fermerët tonë. Në vijim dëshirojmë që të arrisim edhe rendimentin edhe produktivitetin. Do të bëjmë ndërtimin e ambulancave specialistike për spitalin e Vushtrisë, me këtë i forcojmë shërbimet mjekësore dhe ato do të jenë edhe më cilësore edhe më të shpejta. Do të rregullojmë impjantet për gjatë lumit Sitnica dhe stabilizimin e shtratit lumit. Ky është projekti një rikthimit të argjinaturave në Magjunaj, Pestov dhe Nadakovc. Të dëmtuara siç janë, ato shkaktojnë edhe dëme shtesë për bujqësi. Prandaj do të bëhet një ndërhyrje e fuqishme për t'i parandaluar përmbytjet dhe dëmet e tjera. E të dashur qytetarë, në 4 vjeçarin e ardhshëm, Katër vjeçarin e ardhshëm do ta nisim me 5 vendime kryesore me të filluar qeveria jonë në vijim. I pari është miratimi i buxhetit rekord për 4 miliard euro në vitin 2026. Viti 2026 ka me pas buxhetin 4 miliard euro, që është për 2/3 më i madh se buxheti që e kemi gjetë në vitin 2021, a buxheti i këtij viti ishte për 50% më i madh, 3.6 miliard euro. Pra me ta marrë detyrën si kryeministër edhe një herë me fuqitë e plota, do ta bëjmë buxhetin 2026 4 miliard, siç tashmë e kemi planifikuar. E dyta është miratimi i ligjit 3 për çmimet tavan për produktet bazë, që të frenohet abuzimi me rritjen e çmimeve. Shporta me gjësende ushqimore për familjet në Vushtri dhe anën Banë Kosovës do të jetë me çmime të përballueshme, sepse do të kenë tavan. Ky do të jetë i dyti vendim i rëndësishëm në mandatin e ri. E treta, sigurisht që më vonë do ta bëjmë reformimin e komplet sistemit pensional. Por tash, me qenë se
po thuaj se u përmbyll një proces gjyqësor për çështje